Artisti i njohur, Gjesti, tashmë është rikthyer dhe ka folur pak për fansat për sa i përket jetës së tij dhe karrierës që ka menduar që ta vazhdojë. Për ata që nuk e dinë, Gjesti humbi vëllain e tij të mitur, 15 vjeçar, në një aksident rrugor. Gjatë kësaj aksidenti, vëllai po lëvizte me motor dhe një makinë ka ardhur dhe e ka përplasur, dhe vëllai i vogël i tij ka ndërruar jetë. Kjo gjë ka prekur të gjithë, sidomos Gjestin dhe familjen e tij, të cilët nuk arritën ta merrnin veten për një kohë të gjatë. Megjithatë, ai ka dalë sot në kamera dhe ka folur pak për fansat. Edhe pse sytë e tij duket që janë të dhimbshur dhe duket që ai ka humbur një pjesë të shpirtit të tij, përsëri ka folur dhe ka falendëruar të gjithë fansat dhe ndjekësit e tij, të gjithë personat që i kanë ardhur në varrim dhe të gjithë që e kanë mbështetur dhe i kanë thënë atij forcë dhe guxim. Gjesti ka shprehur që pas kësaj kohe të gjatë, ai dëshiron që të bëjë diçka për veten në mënyrë që të shpërqendrohet dhe ka shprehur që në janar do të kthehet sërish me muzikën dhe me karrierën e tij, pasi kjo gjë e afron më shumë me vëllain, pasi ka pas premtuar gjithmonë që ai do të bëhej i famshëm edhe për të. Fansat e kanë pritur shumë mirë këtë mesazh të tij dhe i urojnë atij shumë suksese dhe një jetë sa më të mirë, dhe gjithashtu i thonë që të marrë kurajo dhe të jap guxim vetes dhe familjes së tij në mënyrë që ta kalojnë këtë periudhë. Po juve, çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se Gjesti do të arrijë që të publikojë edhe këngë të tjera? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.